bashkë me ndryshimet më të fundit në kodin zgjedhor, a mund të themi se tashmë është hapur rruga për votimin e diasporës në zgjedhjet e përgjithshme të 2025-s dhe në cilën pas përgatitore është KQZ-ja për këtë proces? Po, mund të thuhet që ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor tashmë i kanë hapur rrugën procesit të realizimit të votimit nga jashtë për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2025. Me ndryshimet e fundit është përmbushur dhe urdhërimi i gjykatës kushtetuese, sipas së cilës Kuvendi i Shqipërisë do duhet të plotësonte boshllëqet ligjore me qëllim që për zgjedhjet e vitit 2005 të mundësojë votimi nga jashtë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar që ditën 1 të themi pas miratimit të ndryshimeve në Kuvendin e Shqipërisë me përgatitjen e këtij procesi, duke filluar më së pari me listimin e të gjitha atyre akteve rregullatore dhe të nevojave për logjistik për realizimin e këtij procesi. Sipas ndryshimeve, kush ka të drejtë të votojë jashtë territorit të Shqipërisë? Të gjithë ata qytetarë shqiptar me të drejtë vote, të cilët gjenden në ditën e votimit jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, kanë të drejtë të votojnë. Ka një ndryshim, nëse mund ta përkufizojmë kështu, në lidhje me këtë çështje, krahasuar me variantin e parë, ku sipas këtij varianti ideja ishte që të votonin vetëm ata të cilët kishin një rezidencë të deklaruar. Tani kushdo i cili nëpërmjet një dokumenti të caktuar vërteton që gjendet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në ditën e votimit, ka të drejtë ta ushtrojë këtë të drejtë atje ku ai është atë ditë. Akoma Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka përgatitur listën e dokumentave të cilat do duhet të paraqesë një votues për të vërtetuar që është jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Sa i takon kategorisë së emigrantëve të cilët nuk kanë një adresë të ligjshme, mund të themi, a është e mundur unë si emigrante nëse jetoj atje dhe nuk jam rezidente të deklaroj banesën e një miku ku jetoj përkohësisht, nëse jam studente apo kam shkuar për shërbime të tjera mjekësore? A është e plepshme domethënë që unë të futem te kategoria e votuesve nga jashtë? Po, edhe nëse nuk ke një banesë të regjistruar në mënyrë të ligjshme, të themi, ose për të qenë më e kuptueshme, edhe nëse ti nuk je një qytetar shqiptar që në mënyrë të ligjshme banon në territorin e huaj, nëse ti deklaron një adresë dhe me një dokument të caktuar, sikur se thash, ne akoma nuk e kemi përcaktuar natyrën e këtij dokumenti, por ligji lë të kuptosh që një kontratë çfarë do, një faturë dritash, një faturë hoteli, mjafton për të vërtetuar që ti ke një adresë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, e ke mundësi ta ushtrosh këtë të drejtë. Pra, nëse je student, nëse për një muaj, 2 muaj gjendesh me shërbim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, nëse ke dhe vite aty, po nuk je akoma rezident, pra nuk je i legalizuar, prap ke mundësi ta ushtrosh këtë të drejtë. Si do bëhet regjistrimi dhe identifikimi i personave që jetojnë nga jashtë? Regjistrimi i këtyre personave do të bëhet nëpërmjet një platforme elektronike, e cila do të ndërtohet dhe do të administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe çdo qytetar shqiptar me të drejtë vote që banon jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe do të votojë atje ku ai ka vendbanimin, do duhet të regjistrohet nëpërmjet kësaj platforme, e cila ofron të gjitha garancitë dhe sigurinë mbi identitetin e këtij votuesi. Po sa i takon krijimit të listës së zgjedhësve pas përherë të parë, të paktën për shkak se i lejohet deputimi, do kemi 2 lista, apo jo në këto zgjedhje, lista në jashtë dhe lista në Shqipëri. Të gjithë qytetarët shqiptar me të drejtë vote, pra mbi 18 vjeç e lart, gjenden në listën e zgjedhësve. Ata të cilët banojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe do duan të votojnë atje ku ata kanë vendbanimin, sikur se thash, do duhet të paraqesin kërkesën për kacje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe do të jetë KQZ në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile që do të përgatisi listën e këtyre votuesve. Dhe në momentin kur vërtetohet që ky numër votuesish apo një votues i caktuar e ka të drejtën për ta ushtruar votimin atje ku ka vendbanimin,
do të hiqet nga lista e qendrës së votimit ku ai do duhet votonte brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, dhe do të jetë pjesë vetëm e kësaj listës tjetër për zgjedhjet e radhës. Okej, do jetë e vlefshme vetëm për një palëzgjedhje apo do jetë për çdo palëzgjedhje e njëjta listë? Kjo listë është e vlefshme vetëm për zgjedhjet e radhës. Për zgjedhjet e tjera, vetëm për zgjedhjet në fuqi të themi, kurse për zgjedhjet e radhës do duhet të ribëhet përsëri aplikimi, sepse mundet që një votues që banon jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë për zgjedhjet e vitit 2005 banon jashtë, por për zgjedhjet e tjera të radhës të Kuvendit të Shqipërisë, ai mund të jetë kthyer në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe emri i tij by default automatikisht gjendet gjithmonë në listën e votuesve të atyre që votojnë brenda territorit. Cila është mënyra e votimit nga jashtë? Qytetarët shqiptarë që banojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë do të votojnë vetëm nëpërmjet postës. Pra fleta e votimit do t'i dërgohet aty ku ata banojnë, ose tek ajo adresë që ata do të deklarojnë, shtëpi, hotel, ku di gjë tjetër se çfarë, dhe do të dërgohet nëpërmjet shërbimit postar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe do të kthehet prej tyre po nëpërmjet shërbimit postar. Po shpenzimet e postës si ndahen? Për koston e dërgimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në adresën e votuesit, përgjegjëse është KQZ-ja, pra i paguan shteti shqiptar kostot e dërgimit. Kostot e kthimit të fletës së votimit apo të dërgimit nga votuesi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të paguhen nga vetë zgjedhësi. Kush e bën numërimin e votave dhe vlerësimin e tyre? E bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe vlerësimin e fletëve të votimit të votuesve që kanë votuar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, e bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Do të përgatisim një akt normativ i cili do ta rregullojë gjithë procesin e mbritjes të numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit, por për momentin ajo çfarë ka rëndësi të thuhet është që do të jetë KQZ institucioni i cili do të bëjë numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit. Si dhe ku llogaritet vota e atij që voton nga jashtë? Vota e atij që voton nga jashtë do të llogaritet në rezultatin e zgjedhjeve të qarkut ku ai ka regjistrin e gjendjes civile në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pra, një qytetar i cili e ka regjistrin e gjendjes civile në qarkun e Tiranës, në një prej bashkive të qarkut të Tiranës, edhe pse ai prej vitesh mund të banojë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të themi në Milano, Berlin apo Londër, fleta e tij apo vota e tij do të llogaritet për deputetët e qarkut të Tiranës. Duke qenë se nuk ka mandate të dedikuara për votën e diasporës, përmes llogaritjes së votës së tyre në një qark të saktuar, sa rrezikon të identifikohet vota e emigrantëve, pasi marrin përballë disa bashki apo qarqe që janë të largëta dhe ku emigrantët mbase nuk kanë interes, mbase edhe për shkak të procedurës për herë të parë, hallkave të ndryshme, dokumenteve që duhet të plotësojnë regjistrimin, më pas vota, ndopta dhe postove votojnë, nuk ka mundësi. Në një bashki të saktuar kemi vetëm një emigrant që shfaq interes. A identifikohet vota atyre, rrezikon të identifikohet vota e atij emigranti? Nëse do të jetë vetëm një votues, është e qartë që hapja e saj fletet votimit tregon qartë se si dhe për kë ka votuar ky votues, nëse është vetëm dhe një i tillë. Jemi duke konsideruar edhe këtë rast se si do të operojmë kur kemi vetëm një votues. Shpresojmë që të mos ndodhi, qoftë kjo edhe për qarqe me numër të vogël votuesi, sikurse mund të jetë Kuksi apo Gjirokastra, që nga ana tjetër ne dim shumë mirë që pikërisht qarqet që kanë një numër të vogël votuesish brenda vendit kanë në fakt një numër të madh votuesi që banojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Në djenin time ka një numër të madh banorësh të qarkut të Kuksit që jetojnë jashtë territorit të
Republikës Shqipërisë, po ashtu mund të thuhet edhe për qarkun e Gjirokastës. Gjithsesi, kjo çështje do të adresohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do ta kemi të rregulluar me qëllim që më së pari të garantohet integriteti i votës. A keni një kosto parabrake se sa kushton në total gjithë procesi për votën e migrantëve? Nga infrastruktura që duhet të ngrihet, platforma online për regjistrimin e tjera më radhë. Ajo çfarë dim pak a shumë me siguri është kosto e sistemit e platformës elektronike të regjistrimit të votuesve, që shkon të rreth 3 milion euro prafërsisht, por akoma nuk kemi bërë një vlerësim përfundimtar. Kosto më e madhe e procesit të votimit nga jashtë lidhet me shërbimin postar. Në varësi të numrit të atyre që do të regjistrohen, do të përcaktohet dhe kjo kosto. Dhe shërbimet të ndryshme postare kanë kosto të ndryshme. Nëse do të përdorni postën shqiptare e cila ofron çmimet më të mira, më të lira në tregun e shërbimit postar, këto kosto, nëse nuk gabojnë, shkojnë tek 20-25 euro për votues vetëm për dërgimin. Nëse do të përdorim shërbimin postar të huaj, kemi llogaritur një mesatare që nëse nuk gabojnë, shkojnë tek 30 apo 40 euro. Dhe në varësi të numrit, që secili mund të bëjë shumëzimin e numrit të atyre që janë regjistruar për të votuar, me kostën e një votuesi. Nëse do të votonin 1.1 milion, sikurse mendohet që është numri i votuesve jashtë territorit të Republikës Shqipërisë, këtë shumë do ta shumëzojë me 20 euro apo me 30 apo me 40, pra ka goxha kosto. Në këtë pas përjimi, sipas mendimit tuaj, besoj e keni bërë një fotokaritë, cila mendoni që është problematika më e madhe që mund të hasen shqiptarët të cilët dëshirojnë të votojnë nga jashtë, duke qenë se në lojë mund të themi nuk futet vetëm institucioni juaj, Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve, por pak në hartimin e listave kemi edhe institucion tjetër që hallk tjetër mund të themi më saktë, falni, që futet në lojë është Komisioni Rregullator, i cili jo pak herë, pak në kohë të fundit ka nxjerrë probleme sa i takon zgjedhjeve i marrë, më themi, që ka bllokuar disa herë rastin. A mendoni që rrezikojnë që kemi një bllokim dhe nga natyra sa i takon listës së zgjedhjeve? Duke qenë që kjo hall, më themi që është edhe pak politike, mos të them pak si shumë. Ne do të bëjmë në mënyrë institucionale përpjekjet me të gjithë aktorët, parti politike, organizata shoqërisë civile, veçanërisht ato që përfaqësojnë diasporën, që gjithë procesi rregullator, qoftë ai në kompetencë të Komisionit Shtetëror, por besoj edhe të Komisionit Rregullator, të zhvillohet në konsultim me të gjithë palët e interesuara dhe në finale të vet të jetë konsensual, sepse nëse nuk do të jetë konsensual, atëherë mendoj që procesi i votimit nga jashtë do të vendoset në dyshim. Ndaj është shumë e rëndësishme që aktet rregullatore të kenë konsensusin jo më të gjerë, po konsensusin e plot të dy krave të politikës. Ne nuk mund ta zhvillojmë procesin e votimit nga jashtë për herë të parë, të ndarë në gjykime dhe në vlerësime për rregullat. Dhe mendoj që do t'ja dalim. Për sa i përket asaj përgjegjësie që lidhet me Komisionin Shtetëror, gjithë ky proces do t'i nënshtrohet një konsultimi të hapur, transparent, me parti politike, me organizata shoqërisë civile dhe me media. Shpresojmë që gjithë secili prej nesh, KQZ, parti politike, të kuptojë që ky proces do duhet të realizohet. Faleminderit. Faleminderit e juve.